me këtë deklaratë që bëri. Socialist? Po, jo. Demokrat? Demokrat. Sali Berisha tekstualisht nuk e ka mirë pritur këtë dorëheqje të... Po, e drejtë është. Për mua. E drejtë. Sepse do më mirë ta ketë atje, se sa t'i largohet njeri. Të dy duan njëri tjetër. Se mos harrohet të famshme, se kemi thënë disa herë këtu, është e vërtet që e tha Basha në parlament i obliguar nga të tjerë, trekëndçin e famshëm të Bermudës, të cilit po i bien brinjit. Një brinje ke prapa ekurave, në rregull? Një tjetër hipje zbriti nga balkonet e tjera, dhe po ti ikë vullnetarisht dhe kjo brinja tjetër, do ta ketë më të vështirë ai që të vazhdoj solo fare. Kështu që ky opsion ka rolin e tij brenda në këtë gjë, por unë prapë se dorë nga ajo tjetra që ky mund të jetë një sinjal që jo se s'ka dhe precedent, sepse të shosh pyetjen që po pse pikërisht në këtë moment, sepse mund ta bënte këtë gjë edhe mbar pas zgjedhjeve. Se si prishte punë njeriu jep të lindte mandatin e deputetit për të shkuar drejt presidencës, për shembull. Kupton? Unë prapë shoh që është një sinjal që ai, domethënë, e mërzit më shumë kraun tjetër me këtë se sa e gëzon. Plus edhe një element tjetër, se ndërthuren, edhe një element tjetër që duke vënë, ti themi, gjoksin i pari për vota, kupton? E kanë gojën të mbyllur të gjithë të tjerët mbrapa, me një mandat deputeti me 2 apo me 12, se ka dhe me 12 atje, siç ka dhe nga krau tjetër, të parershëm, deputet forever, që janë... Moment kulture. Ashtu quhen ata. Të përjetshëm. Atëre ju thot atyre që kur po vjen muni pari ju as diskutohet. Kështu që për të tre këto elemente që ndërthuren, kush do prevaloj më shumë, do ta tregoj koha, kupton? Por e nxirr në këtë moment, nuk është aq për presidencën, mund ta ketë në target ajo, po atë jep dhe më mbrapa, se pengon njëri të jap dorëheqjen, të lërë mandatin, kupton? Më shumë e shoh të obliguar unë, koha do ta tregoj, sepse jo më kohë të thonë që koha tregon të vërtetën,